Kina i bën thirrje qytetarëve të saj, regjistroni shpenzimet e qeverisë për të mbrojtur nga pasojat e luftës tregtare me Shtetet e Bashkuara. Kina arriti shpenzimet publike me ritmin më të shpejtë që nga viti 2022 në 3 mujorin e parë të vitit, duke përpjekur të stimulojë ekonominë, ndërsa kërkesa huaj u dobësua dhe lufta tregtare me Shtetet e Bashkuara po intensifikohet. Buxheti kombinuar i shtetit dhe shpenzimet e thesarit u rritën në 9.26 trilion yuan, 1.8 trilion dollar, 5.6 më shumë nga njëjta periudhë vitit kaluar sipas llogaritjeve të Bloomberg. Kjo është rritja më e madhe 3 mujore në 3 vitet e fundit, 22.3% të totalit të planit fiskal është shpenzuar në 3 mujorin e parë krahasuar me 21.6% të 23-shit. Ky përshpejtim konsiderohet kritik pasi rritja e tarifave nga SBA mund të kufizojë eksportet, ndërkohë që sektorin e pasurive të paluajshme dhe presionet deflacioniste rëndojnë besimin e konsumatorëve dhe biznesit. Megjithëse ekonomia kineze tregoi një pasqyrë qëndrueshme në 3 mujorin e parë, analistët vlerësojnë se ajo do të ngacësohet ndjeshëm më pas, pasi përfitimet nga forcimi i eksporteve dhe konsumit zvogëlohen. Shumë banka ndërkombëtare kanë rishikuar tashmë në rënje vlerësimit e tyre për rritjen vjetore madje nën 4%, ndërkohë që objektivi i qeverisë mbetet afër 5%.